Një ngjarje me rrezik për jetën ka ndodhur mes orëve të vona të mbrëmjes së sotëm në aksin e rrugës kombëtare Librasht-Prenjas, në vendin e njohur Bushtric, ku një automjet ka marrë flak gjatë lëvizjes. Automjeti, i cili sipas informacioneve paraprake funksiononte me benzinë dhe gaz, është përfshirë nga flakët në ecje, është djegur plotësisht brenda pak minutash. Fatmirësisht, drejtuesi i automjetit ka arritur të dalë në kohë dhe ka shpëtuar pa lëndime. Bëhet fjalë për një emigrant i cili po kthehej në vendlindje për të vizituar familjen dhe prindërit. Në vend ngjarje kanë ndërhyrë me shpejtësi forcat zjarrfikse të bashkisë Librasht, të cilët kanë arritur të lokalizojnë dhe shuajnë flakët në një kohë rekord, duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit dhe shmangjen e ndonjë tragjedie të mundshme. Shkaqet e shpërthimit të zjarrit mbeten ende të paqarta, por dyshohet se mund të jetë një defekt teknik në sistemin e gazit të automjetit. Grupi hetimor dhe shërbimet përkatëse janë në vend ngjarje dhe po punojnë për të zbardhur rrethanat e plota të incidentit.